Arbër Mitrushaj, përshëndetje doktor, ftesës së Salianit përfoltore, si duhet i përgjigjemi? Salianit ti përgjigjen një njeriu që ka përjashtuar veten nga Partia Demokratike. I dashur, si e pa temën? Arbër. Arbër. As ti, as unë dhe asnjëri nuk është përgjegjës për aktet paligjshme. Ndaj atyre që janë përgjegjës për aktet e tyre të paligjshme, ndaj atyre që mbrojnë interesa të paligjshme, nuk ka asnjë përgjegjësi. Ndaj dhe ju garantoj që ai ka vetëm interesa private, strikt private, të faktuara me dokumenta, ndaj dhe i është thënë antarësisë se ai zotëria ka përjashtuar veten nga Partia Demokratike. Kemi një nen 24 i statutit, kur kapesh në shkelje flagrante të tij dhe të detyrojnë pastaj të shëtisish poshtë e përpjet, ajo është vërtetëri private e jotja. S'ka asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Kjo është përgjigjja ime për ju dhe për çdo demokrat. Po mos harroni një gjë. Opozitarizmi është i vështirë. Nuk është i thjeshtë. Dhe mos mendoj kush se ndarja me këta njerëz e dëmton Partinë Demokratike. U garantoj që e forcon. A e pat tjetrin. Disa vrapojnë drejtora, disa vrapojnë këte nuk na duhen ata në Arbër. Ata janë mish i huaj në opozit. Nuk kanë punë, ata nuk janë opozit, janë pseudo-opozitarë. Ne do të qëndrojmë parti e hapur pa asnjë ndyshje. Por, kur? Ndaj atyre që interesave të tyre personale përpiqen të shfrytëzojnë partinë për të avancuar interesa të paligjshme, apo veprimtari që ka në shkelje të rënda të ligjeve. Jo, atë nuk e bëjmë ne. Nuk jemi ne avokatër, ne jemi parti e shtetit ligjor dhe i qëndrojmë asaj. I qëndrojmë.